Këtë fundjavë ndonë se në Rreshqe Shiu banorët e fushë Mamurasit janë mbledhur në shenjë proteste për kushtet e vështira të infrastrukturës dhe mungesën e investimeve në zonën e tyre. Rreth 100 familje të këtij komuniteti përballen çdo ditë me një rrugë në gjendje të mërjarueshme që kanë përshkuar për vite me radhë drejt banesave të tyre. Në disa raste, banorët kanë kontribuar vetë me të ardhurat familjare për të bërë riparime të pjesshme, por rreshtet e fundit të shiut e kanë kthyer përsëri rrugën në gjendjen fillestare. Për kanalit Kollos, ujti më hymë më borë, rrugën e shqipni vetë jashtë, për ma kesh ka 30 vjetë që jena demokrati, Njëta situatë. Njëta situatë. Pra ne ju lutëmi shumë të dy gjona i donë. Pra ju ujtë futet në Shikoje, e ka qenë në ma shumë, po kam hapi i gropë, edhe rriujti ato. Pra ne ju lutëmi shumë. E vështirë situata? Shumë e vështira për ne. Bollë e kanë qaj djalë para, që ata çunat e ri, e kanë shtru me forcat e veta, e kanë ka ditë me forcat e veta, pri bashkisë hala i gjohë se kina. Unë pensioniste jam me 90.000 lekë mujtë. Përveç infrastrukturës rrugore, banorët shprehen të shqetësuar edhe për mungesën e kanalizimeve të ujrave të zeza, një problem i kaershëm që sipas tyre po ndikon drejt për drejt në higjienën dhe jetesën e përditshme. Fushë Mamurasi është një nga fshatrat me popullsinë më të madhe në zonë, me rreth 6.000 banor, por sipas tyre ka mbetur ndër më të haruarit për sa i përket investimeve publike. Banorët kërkojnë që institucionet vendore dhe deputetët e zonës të mbajnë premtimet e dhëna për përmirësimin e infrastrukturës dhe sistemimin e kanalizimeve, pasi jetesa në këto kushte, siç thonë ata, është bërë e vështirë dhe degraduese.